Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugagjinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, pa tjetër që gjërat bëhen si mas mundësive, e kemi nis punën në kryet këtij veni, kur treqerekun e komunave i kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjellë në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësitë, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'janë. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremist sa të majtë e sa të djathtë, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit, kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugagjinit, Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bërë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha tashtitha është rruga Dugagjinit. Po jo, sepse kur ke pak, do t'i ndash aty ku duhen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit, i vjen radha edhe rrugës Dugagjinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dugagjinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur.